Nuk ka ditë ku Allahu mas shumë të liron njerëz nga zjarmi i xhenemit dhe sa dita e Arafatit. Wa innahu la yadnu thumma yubahi al-malaikata fa yaqul. Dita e Arafatit Allahu u afrohet krijesave dhe pastaj krenohet para melaqeve dhe thot ma aradaha aula. Pse janë ledh flaxhiler këtë Arafat, pluhnosun e traskapitën. Transmetimin tjetër, domethënë tregon se Allahu Gjelal i shikon ata dhe u afal ke gjunat dhe thot a ka kush kërkon lutet ti përgjigje lutjes së tij. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se agjërimi kësaj dite do të ia fshin gjunat e vitit kaluar, kur thot siyamu yawmu arafa, agjërimi i Arafatit, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Shpresoj si afshin gjunat e vitit kaluar dhe gjunat e vitit ardhshëm. Pse? Se dita e Arafatit është në fund të muajit, është në muajin e fundit. Se muaji Dhulhijhe është muaji 12 i kalendarit hënor. Andaj dita e Arafatit është në muajin e fundit. Ti lan gjunat e kaluara dhe ti lan të ardhmet. Për me të përgatitur me nis vitin e ardhshëm, do të me energji imanore.